Ky emision mundësohet nga Mirë mbrëma dhe përshëndetje miqtë e mi të dashur të në Zoom. Por I takohemi përsëri edhe këtë të premte me mua Albina, nuk kam ndru dhe nuk e kam ndërmend të paktën edhe për një kohë. Por I takohemi kështu në një epizod të re në kanalin zyrtar në YouTube, por për dallim prej herave të tjera, temperatura gjatë kësaj jave për mashallah kanë qenë -7, -8, po kjo nuk na ndal neve që me rubrikën e parë ta nisim një storje që ka të bëjë sigurisht me personazhet më të spikatura gjatë këtyre ditëve dhe kemi fjalën për Big Brother VIP Albania. Vox Popit do të realizohet tani në kryeqytet për t'i pyetur qytetarët se çka mendojnë për gjestin, Egljen e shumë detaje të tjera sa I përket këtij formati. A menon që Gjesti ka me kon fitus? Fitus është, fitus, dej vdekje fitus Gjesti, dej në fund. Bravo. A mendon që Gjesti ka me qenë fitus? Që jo faleminderit. A ka me kon Gjesti fitus sipas teje? Se këshyre, no. Apo e këshyr një Big Brother? Jo, valla, unë se për cilin. A mendoni që Gjesti është fitus, garant ju ka ndalë videot e ti? Unë se këshyre asnjëherë. Hiç kur. Gja se këshyre. A ka me qenë Gjesti fitus? Po, besoj? Tasha këshyra jo. Jo. E që shvedin që Ta ke qatë. Por, hiq. Gjesti na e ke pa, është një ideal I Kosovës. Po, në Kong, ka era në YouTube të të gjë. Tjetër ja. A ka me fitu Gjesti Bigun? A ka me fitu Gjesti? A jetu e shiku Big Brother? A jeni të e shiku familja ju Big Brother? Kajtë. Pe pëllimi që e ka njës pej ditës pare. A mendoni që Gjesti ka me fitu I riu nga Kosova? Jo, po manipulojnë në ta. Pse po mendon kështu? Pse për qatë arsye se me din keqe kë vetë për të regonë vetën që është shumë I pa apte këtu.